Këshilli i lartë i prokurorisë. Unë o thash edhe u a them sot, e di që keni lajmëruar, e di që keni lajmëruar SPAK-un të filloj arrestimet, e di që keni lajmëruar sot në mëngjes keni lajmëruar SPAK-un një gjyqtar që sa më shpejt të arrestohet Edi Rama për krimet që ka bërë, për hajdullëket që ka bërë. Unë po them e ju 11, nëse e doni veten, fëmijët, lejoni të arrestohen. Ashtu i them dhe kushtetutës, dil me njëherë dhe anullo fjalën e çobanit o presidentit që i quani ju të Amerikës, me njëherë hiqje kushtetut dhe vireni për gjyq ushtarak Begën, shokun Beg. Ta vini për gjyq ushtarak që po prish kushtetutën, ai joja është kryesori kushtetut, kur i mbledh ata të kushtetutës dhe rri në karriket kryesori. Ambasada i vajti sot, një orë ca. Unë e thash mbrëm, sepse ai që ka vjedhur, po i bëri gabim që ka nxjerrë fotografin me presidentin e Amerikës, që ka bërë kopjo, edhe ka vënë faqen e tij, do të ka hequr sot,